Prokuroria e Tiranës ka përfunduar brenda afatit ligjor një vjeçar hetimet për vrasjen e rënd të biznesmenit nga Dibra Eduard Reçi, ndodhur më 13 nëntor 2024 në Tiranë. Organi i akuzës ka përcaktuar si të dyshuar kryesor vëllezërit Shkëlqim dhe Florian Dukaj, të cilët u arrestuan 10 ditë pas ngjarjes dhe vazhdojnë të mbahen në paraburgimin 313 në Tiranë. Të dy vëllezërit që nga momenti i arrestimit mohojnë përfshirje në vrasje. Ata pranojnë se kanë njohje dhe marrëdhënie pronësie me viktimën, por deklarojnë se nuk kanë marrë pjesë në ekzekutimin e tij. Ndërkohë hetimet kanë zbardhur një panoramë të gjerë konfliktesh mes Eduard Reçit dhe personave të ndryshëm që kishin prona, qira ose biznese pranë ndërtimeve të tij. Gruaja e viktimës ka dhënë 2 deklarime të detajuara në polici. Ka treguar se bashkëshorti ndër vite kishte ngritur 2 pallate, një vilë lokal dhe një numër apartamentesh enjësisht tregtare, të cilat i jepte me qira. Ajo shprehet se Reçi kishte konflikte të vazhdueshme me shumë prej fshinjve dhe qiramarsve. Përfshir një person i cili jepet vetëm me iniciale, pronari në një hoteli aty pranë me iniciale HB, me cilin konflikti lindi për kufirin ndarës të një muri, me shtetasin Këselishta, me cilin përplasej për një sipërfaqe toke në Zdojan të Dibrës. Në deklarimin e dytë, gruaja identifikoi edhe vëllezërit Florian e Shkëlqim Dukaj si persona me të cilët Reçi kishte konflikte të ashpra për shkak të pronës. Sipas saj, një pjesë e lokalit të tyre i njohur si Polis ose Cikos ishte ndërtuar mbi sipërfaqe që ata pretendonin si të tyret, ndërsa Reçi e konsideronte pronë personale. Prokuroria ka sekuestruar edhe celularin e Eduard Reçit, i dorëzuar nga familjarët 2 ditë pas vrasjes. Nga komunikimet dhe dokumentet është konstatuar se viktima ishte në fazë planifikimi për të ngritur një pallat të ri, çka kërkonte dakordsi me pronarët fqinj. Hetimet tregojnë se pikërisht vëllezërit Dukaj ishin ndër kundërshtarët kryesor të projektit dhe se raportet kishin degraduar në konflikte të vazhdueshme, përfshirë edhe ndërhyrjen e specialistëve të zonës. Sipas dosjes hetimore, atentati është kryer me snajper nga shkallët e emergjencës së një hoteli pranë vendit të ngjarjes. Prokuroria pretendon se autorët më pas janë larguar përmes një hapësire të ngushtë midis murit të hotelit dhe tendës së lokalit të vëllezërve Dukaj. Ata akuzohen se para ekzekutimit kanë përdorur fishek zjarr si karrem për ta detyruar viktimën të dilte jashtë. Pavarësisht akuzave, vëllezërit Dukaj vazhdojnë të mohojnë çdo pjesëmarrje, ndërsa dosja pritet kalojë për gjykim, ku do të vendoset nëse akuzat e prokurorisë do të qëndrojnë mbi prova dhe dëshmi të mjaftueshme për një dënim.